Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, vazhdojmë me porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam për 7 kategoritë e njerëzve të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut, sundimit të tij, të sigurisë së plotë, ditën ku nuk do të ketë pushtet, nuk do të ketë siguri dhe nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së arshit të Allahut. E vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid", dhe ai njeri, ai burr, zemra e cilit është e lidhur për xhamie. Zoti xhelal xhelal në Kur'anin e tij famlar na drejtohet në kuadër të kësaj dhe thotë: "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir", ila akhiri aja. Me të vërtetë që ato xhamit, termi i përdorur në Kur'an kupton gjallërimin, i ndërton dhe i gjallëron ai i cili beson Allahun dhe ditën e fundit. E pikërisht për shembull jeton i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam kudo ai ndodhi. Gjoja e parë të cilën bënte i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam ishte ndërtimi një xhamie. Ndaj vrejmë se me të mbërritur në zonën e Kubas, aso kohën në afërsitë të Medines, edhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam aty jetoi maksimumi për 8 ditë, ndërtoi një xhami. Madje dhe rrugës për të hyrë në Medinë, pasi largohet sadopak nga Kubaja, profeti sallallahu alaihi wasallam u ndal në një vend duke vendosur shenjat e një xhamie. Dhe kudo që shkonte profeti sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë për cilën i interesoi ishte ndërtimi i xhamisë dhe gjallërimi i saj. Është përcjellur për dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam se kur kthehej thot nga udhëtimet e tij, vendi i parë të cilin e vizitonte para se të shkonte në shtëpinë e tij ishte xhamia. Vendi i parë të cilin e vizitonte ishte xhamia. Për kujdesja e pejgamberit alayhi salatu wasalam për xhamit ka qenë maksimale. Nuk ndalonte njerëzit të cilët dëshironin që të ofronin shërbimet e tyre për ndërtimin e xhamive apo mirëmbajtjen e tyre asesi. Ndaj vërejmë se sahabiu i nderuar Tamimin Dari i shkon në profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, siç e din, unë jam bërë musliman. Për vite me radhë kam shërbyer në kish. Dhe ndriçimi i kishave thotë bëhej një formë tjetër ndryshe nga ajo me cilën ne po ndriçojmë xhamit tona. Pra ishte shumë primitive mënyra se si ndriçoheshin në xhamit e asaj kohe. Ju lutem bëni pak përpara. Plotësoni mbështetje sa tjetër mundur. Ju lutem bëni pak përpara." I thotë i dërguari i Allahut: "A do më lejoje që ta merrja përsipër unë ndriçimin e xhamisë?" Patjetër, i thotë profeti sallallahu alaihi wasallam. Thotë dhe mori 2 njerëz ekspertë të cilët merrenin në ndriçimin e tyre, normalisht ishin llampat me vaj aso kohë, dhe ata përkujdeseshin thot për gjithçka. Ndaj i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka treguar lidhjen maksimale me xhamin, qoftë në frekuentimin e saj, e cila është gjëja dhe më kryesore, por qoftë në mirëmbajtjen e saj. Ndaj dhe Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka thënë në një fjalë të tij: "Do të vijë një kohë kur njerëzit do të krenohen me ndërtimin e xhamive dhe nuk do t'i frekuentojnë ato." Pra nëse një xhami nuk do të frekuentohet, nuk do të gjallërohet, nuk nevojitet një objekt shtesë, në nevojitet një vend i cili i ka të gjitha shërbimet dhe ato që janë të misionit në brendësi të tij. Ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte në funksion të komunitetit komplet një objekt të tillë, që do të thotë se si tillë duhet jetojmë dhe ne.
Lidhja jonë me xhamin duhet jetë si peshku me ujin. Ndaj dhe kanë thënë komentatorët e këtij hadithi, kanë thënë shembulli i personit që e ka zemrën të lidhur për xhamia është si ai person, ose si peshku të cilin e nxjerr nga uji, ku nga çasti në çast pret që të kthehet aty. Mirë, po peshku në ujë nderuarit e mi jeton ashtu siç e kërkon ambienti me jetu. Vallë, apo jetojmë ne në xhamit tona ashtu siç kërkon ambienti i xhamisë të jetojmë? Ndër edukata më kryesore në xhami është që njeriu të mos e konsiderojë si ambientet e tjera. Bisedat me të tjerët, aq më tepër bisedat e kota, nuk duhet të kenë vend në xhami. Ngritja e zërit nuk duhet të ketë vend në xhami. Në xhami vim për të qetësuar shpirtin, për të marrë dritën të cilën e vendos Allahu subhanahu wa taala në këto vende, të cilat i ka ndërtuar njeriu, por janë ndërtuar për Allahun xhel xelalu me një mision të qartë. Dhe si tillë duhet të reagohemi. Ndaj zëri nuk ka vend të ngrihet në xhami. Egoizmat e tua personale nuk kanë vend në xhami. Mendjemallësinë tënde nuk duhet gjej vend në xhami. Nuk ka një xhami që quhet një xhami private. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allahu thotë, dhe sa ato xhami janë të Allahut në gjithçka. E ti mos lut me Allahun kërkon tjetër, që do të thotë që duhet me jetu ashtu siç don Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit që të gjithë ne këtu vim për një qëllim, për të arritur kënaqësinë e Allahut nëpërmjet këtij adhurimi. Dhe këtë adhurim duhet ta arrijmë duke mos i shqetësuar të tjerët. I vetmi Zë i cili lejohet të ngrihet në xhami është i drejtuesit kur fal namazin dhe kur ai ligjëron, kur ai mëson të tjerët. Zërat e tjerë nuk duhet të ekzistojnë. Duhet të ketë një lloj qetësie dhe një lloj privatësie për ata të cilët falen. Bisedat mund t'i lesh diku tjetër. Ktu vihet për adhurim. Vetëm zëra veç atij të imamit janë zërat e fëmijëve. Ashtu siç thonë dhe i nderuari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, në xhami që nuk dëgjoj zëra e fëmijësh, i friksohen të ardhmës së Islamit. Sepse ato zërat të cilët sot bëjnë zhurmë, dije se nesër do të jenë zërat namazlive. Dije se do të jenë zërat e atyre të cilët lexojnë Kur'anin. Dije se do të jenë zërat e atyre të cilët bëjnë tekbire inshallah. Ndaj të tolerojmë një kategori të tillë. Një edukatë e pashmangshme është ajo e pastërtisë. Pastërtia është gjysma e besimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është besimi i vetë. Por akoma dhe më shumë në një ambient të përbashkët që na shërben të gjithëve për të kryer këto adhurime, duhet të jetë akoma dhe më e theksuar. Ndaj kudo që frekuento në ambientet e xhamisë dije se ti je një lloj përgjegjësi. Mos e lejo të bëhesh shkaktari një pa pastërtie, por edhe nëse e sheh diçka, mos bëj fajtor dhe përgjegjës me patjetër të tjerët, por i kontribues. Qoftë kjo në ambientet e abdeshanës të një xhamie apo në ambientet e faljes së saj. Një tjetër kulturë e pashmangshme, që është një veprim shumë i ulët, është dhe çrregullimi dhe pakujdesia në xhamitë tona. Në shumicën e xhamive tona, pse jo edhe këtu ku po flasim, me hyrë në derën e xhamisë ngatron komod kputucët. Në shtëpinë tënde valla i lën ashtu? Pse në shtëpinë Allahu xhelle xhelalu po i toleron të tilla veprime? Gjithse i cili prej nesh duhet jetë një dorë ndihmuese në rehabilitimin e një ambienti të tillë të përbashkët. Është një kulturë e pashmangshme kjo. Nuk bëhet gjithçka vetëm me thënë, gjithçka vetëm me urdhër, por është një edukatë të cilën njeriu duhet t'ia ushqejë vetes. Ndaj lidhja në xhami nuk është vetëm thjesht një lidhje fizike, por për mesazhin që bën xhamia. Tregohet për dietarin e shuar Abu Ishaq al-Shirazi, rahimahullah,
ose Muftiu i Bagdadit në kohën e tij. Thotë sa herë që e kërkoje, pra i kishte një post, po një post i cili në anën materiale nuk vlente asgjë, pasi nuk merrte rrobë. Ai jetonte thotë me të ardhurat e punës tij. Të ardhurat e punës tij pra punonte si kaligraf, sepse në ato vite nuk ishin shpik akoma shtëpitë botuese dhe mjetet për të botuar, ndaj dhe kopjet e librave punohenin ose shkruhenin nga njerëz dhe ai kishte shkrim të bukur, ndaj dhe punonte një punë të tillë. Thotë, nëse kërkoje ta gjeje këtë person, të duhesh ta gjeje me patjetër, thotë ato e gjeje në xhami. I nderuar im, nuk është se ishin njerëz pa punë të frekuentonin ambientet e xhamisë. Ishin njerëz të cilët linin punët e tyre kur i thriste Allahu subhanahu wa taala hayya ala salah hayya ala falah. Madje aq të lidhur ishin me një lloj prezantimi të tillë, sa tregohet për dietarin e shuar El-A'mash, një ndër dietarët e hadithit, thotë në prag të vdekjes, në agoni të vdekjes, Zoti na mundson me vdekje me dinjitet dhe me shahadet. Në agoni të vdekjes i biri po qante të atin, pra që po largohi nga jeta e kësaj bote. I thotë bir, ndaç qaj, ndaç mos qaj, pra unë shoh që po largohem nga jeta e kësaj bote, por baba po ta bëj një porosi, po ta lej një eksperiencë dhe po ta lej ty porosi. 60 vjet, jo një ditë e dy, 60 vjet me radhë, baba jot nuk din çfarë do të thotë të mos e falësh namazin në xhami. Jo një ditë dhe dy. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu e don punën e pakët, kjo nuk është punë e pakët, kjo është puna më madhështore. Por e don punën e pakët e cila është e vazhdueshme, pra ka një lloj qëndrueshmërie në të, ka istiqame në të. Për 60 vite me radhë, baba jot kam jetuar në këtë formë. Ndërsa tabini i shuar Amir ibn Abdillah ibn Zubair ibn al-Awwam, një ndër stërnipërit e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, në agoninë e vdekjes dëgjon që po thritej ezani i akşamit. Kjo do të thotë domethënë ta kesh zemrën të lidhur me xhamin. Dhe fillon të duke qarë. I thotë i biri, bab pse po qan? Pra ai e dinte sepse e shifte që ai po vdiste. Bab pse po qan? Po thret muezini, thotë nuk kam mundësi me shku. Nuk lëvizte do të thonë. Am kishit çu thotë në xhami, am këtë gjendje bab thotë ndërkohë që Allahu ty të ka justifikuar. E di thotë që më ka justifikuar Allahu, po ç'të bëj unë se nuk mund me justifiku veten. Allah, që gratë e besimi, o Zot na bëj prej tyre. E morën të fëmijët e vetë çu në xhami. Duke falë akşamin, në rekatin e tretë të vdiq. U ngritën, pasi përfunduan namazet, e panë që kishte dhënë shpirt dhe i bën shërbesat normale, se nuk është se namazet do t'i mande shpirtin ose jo. Dhe të pranishmit përgëzonin fëmijët e tij, duke i thënë që mashallah për këtë myllje të jetës baba. Tha gjatë gjithë jetës lutej, o Zot, ma merr shpirtin me veprën më të dashur tek ti. Dhe profeti jon i dashur ka thënë, vendet më të dashura tek Allahu janë xhamit. Pra për mesazhin që duhet kemi. Dhe vendet më të urryera tek Allahu janë tregjet. Përse? Për maskaralligjet që bëhen. Jo vendi si vend. Vendin të nderuarit e mi e bën njeriu dhe vepra e njeriu. Ndaj, le të shndrojmë xhamit tona në vendet më të dashura tek Allahu me atë që ne bëjmë dhe me adhurimin që i tregojmë Zotit ton. Lutem ty madhnushmi Allah na falë na mëshiro. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha al-azim li wa lakum fa ya fawza al-mustaghfirin astaghfirullaha al-azim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين. Ashtu siç jemi urdhëruar që të krijojmë një lidhje të fortë për veten me xhamit, të tillë lidhje duhet t'ia ushqejmë dhe fëmijëve tanë. Ata të cilët inshallah do të na trashëgojnë në shprehjen e bindjes dhe besimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ne jemi përgjegjës jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët të cilët na rrethojnë e në krye të çdo gjëje, në krye të çdo liste është familja. Gjatë përgatitjes së kësaj hutbe më ka lënë një shembull i habitshëm. Hisham ibn Abdul Malik ka qenë një kalif nga periudha omejade në historinë e Islamit. Thot, kur e fali namazin e xumas në xhami, u kthy duke pa për fëmijët e vet, dhe një prej djemve nuk e pa aty. Kur shkon domethënë në pallatin mbretëror, e pyet djalin dhe i thon, a nuk ishe për xhuma? Vëllai më thon drejtën e babës, u nisa për xhuma. Mirë po, kali me cilin do vishe në xhami, sot mjeti, domethënë dikur ai ishte mjeti, thot ishte pa qef, nuk hecte. Thot kështu që e lasha. Po komod thot me babën e nuk i kishe aty, për nëse kali pas ka qenë smu, komod nuk i kishe me vetët ke i qenë baba. Vëllai, jena mësu mo, jena mësu. U betu në Allahun, thot, pra mreti, po çdo babë është mret, dhe duhet jetë mret. U betu në Allahun xhelle xhelalu dhe tha, pasha Allahun, një vit s'ke për të hyrë në kal. Një vit s'ke për të hyrë në kal, që të mësohesh herë tjetër dhe t'i bësh këto veprime. Prindi i nderuar im është edukator, nuk i marrën kur funksioni i tij. Sa ti jesh me frym, le t'jenë rrit fëmijët, ti ke detyrën tënde, ti duhet jesh prind, duhet bësh prindërimin. Ndaj, në këto xhami ku falemi dhe na ka mundsuar Allahu xhelle xhelalu më u falë sot, a do me lënë venin bosh nesër, nuk do me lënë trashëgimtar këtu të dy? A nuk do me pas njerëz të cilët do t'i lutën Allahu subhanahu wa taala për ty? Sa'id ibn Musayyib, një ndër tabiinët e njohur brezi pas sahabëve, në prag të vdekjes në agoninë e saj, qanin një fëmija. O Zotë, ruja fëmijët kujdo që i ka. Jepi gajret ati që si ka, sepse dhe ai që si ka, o Zotë, nuk ja ke dhënë për të mirën e tij. Thotë mos qani me babën, se baba kam 40 vjet që nuk më ka gjetë në i herë namazi, ezani më falni, nuk është thirr ezani në ndonjë namazi, vetëm se kam qenë në xhami. Ezani, vetëm se kam qenë në xhami. Tregonte interesimin që kishte për xhamit. Një vend që nuk ka xhami dhe rumit e mi nuk ka jetë. Një vend që nuk ka të ditur, orientues të fesë, janë të vdekur edhe nëse është e populluar me gjitha ajo zonë. Ne kemi nevojë për njerëz dhe vende ku të adhurojmë Zotin tonë, ku të gjallërojmë jetën tonë. Sepse profeti alayhi salam na ka mësuar dhe thotë mathalu alladhi yadhkuru Allaha walladhi la yadhkuruhu kamathali al-hayy wal-mayyit. Shembulli i atij i cili e përmend Allahun, e ku ka përmendje më të mirë te Allahu subhanahu wa taala se sa farzet me të cilat na ka obliguar Zoti i gjithësisë. Shembulli i atij i cili e përmend Allahun dhe shembulli i atij i cili nuk e përmend kujton Allahun është si shembulli i djallit me të vdekurin. Sa prej tyre të cilët marrin frym, por në realitet janë në statusin e të vdekurve. Ne kemi nevojë të gjallërojmë veten, të gjallërojmë shtëpiat tona, gjallërojmë ambientet tona dhe të jemi pjesë e një gjallërimi të vërtetojmë dhe një herë që jemi gjallë. Të lutemi ty më të njohshmi Allah na falë na mëshiron. Na bëjë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëjë jetën të lehtë dhe na mundëso Zot të vëmë të në shërbim të fesë tënde. Na bëjë vdekjen të lehtë dhe na mundëso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet.
Lutemi ty i madhnueshmi Allah të na përdorësh për mirë dhe të na bësh për atyre të cilët e përhapin të mirën. Lutemi ty i madhnueshmi Allah të na bësh të urtë, të na bësh tolerant, të na bësh të qetë. Lutemi ty i madhnueshmi Allah për ne dhe mbar muslimanët. Të na rikthesh në fen tonë me një rikthim të vërtetë, rikthim pas cilit nuk ka më devijim, të na bashkosh me këtë fe, të na bësh të urtë, të na bësh të dashur për njëri tjetrin. Lutemi ty i madhnueshmi Allah mos na lë gjunat pa fajin. Mos na lë lutje pa pranuar. Lutemi ty i madhnueshmi Allah, sikur se na mundsove të mblidhemi këtë vend me madhrinë tënde, na mundsove Zot që gjithë bashkë me familjet tona dhe gjithë ato të cilët i duan dhe na duan për hatrin tënd, të mblidhemi në xhenetin e lartë, në xhenetin e Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي